Përshëndetje, sot do ju mësoj stil shumë bukur si ti bindim njerëzit bëjmë atë që duam ne. Masi je njëri mirë, s'do më vund fatim vet, por të paktën nuk do bish prekur, duam ta bëj tjerë ty. Ta zëm se e ngush këtë muaj duan 100.000 lekë. Nëse shko me kërku dikujt me 100.000 lekë borxh, ai nuk do t'i japi. Por çfarë mund bësh, shkosh ti qash ha një herë dhe pastaj ti thosh që më duan 500.000 lekë. Ai personi normal që do të thotë jo, siç do thotë me 100.000 lekë, po tash i the 500 çën parë. Edhe ti thu, okay, nëse nuk ndihmon dot me 500, atë ndihmon me sa të mundesh, ndihmon me 100. Po pritur duke i fut 500 çën mendja, ai duket i krahasim mendin e vet tash. Ai krahason 100 me 500, i duket 100 e vogël. Dhe ti merr atë që deshe, ti merr 100.000 lekë që nuk do e kishe marr. Siç u thash, kjo funksionon. Mase nuk doni me avund zbatim vet, paktën të jeni aware kur ja bëjnë tjerët juve. Që ta dini ju, këtë stil ju ka bërë dirama me rritjen e çmimit biletave të autobusave. Nëse Manimen ka pas dal lajm atëherë, do shkoj çmimi i biletës nga 300 në 1000. Populli direkt në protesta që të nesër me çfarë thuti herë, 1000 lekë çmimi i biletës autobusit. Unë e përdor autobusin 2 herë në ditë. Pati sa pati protesta, u dogjën makina, dogjën dyqanet të njëri tjetrit, pa pritur deli dirama aty, thot mirë, nuk do e bëjmë 1000, do e bëjmë 400. Shu po, nga 300-400 po. Thjesht ikën gjithë shtëpi, nuk ka më protesta. Po ky ishte plani që në fillim për njerëz trash. Pra ky është nduke një stil shumë i thjeshtë, po funksionon aq mirë sa për t'ia fut gjithë popullatës, i bën gjithë dele. Kështu mendoni, kështu si ju them unë. Ai ka bërë gjithë popullit njëkohësisht. Imagjino çfarë mund të bësh ti një personi me këtë stil. Falenderoni më vonë.